Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin tuaj të preferuar Gatime për Fillestar. Jemi prapë këtu me një recetë tjetër nga unë, e cila quhet cinnamon rolls. Dhe filloj me përgatitjen. Në një enë të madhe, së pari shtojmë 200 ml qumësht, pastaj hedhim 2 lugë gjelle sheqer, pastaj ja hedhim diku tek 1 lugë të çajit krip, shtojmë dhe maja buke. Unë kam përdorur maja buke të freskët, diku tek 12 gram. Nëse përdor maja buke të thotë, do të duhet për këtë recetë vetëm 4 gram. Krejt në fund shtojmë vezën dhe përzijem me një tel kuzhine derisa përbërësit të kenë shkrirë. Pastaj dal nga dal shtojmë diku tek 300 gram miell. Përzierja e brumit bëhet në fillim ngadalë, pastaj e rrisim shpejtësinë. Nuk ka lidhje e bëni me dorë apo me mikser, thjesht ndiqni hapat. Bëjmë duart me vaj, që ta kemi më lehtë ta punojmë brumin. Këtë herë nuk do të na duhet shumë ta punojmë topin, mbledhim vetëm pak dhe e lëm që të pushoj diku tek 30 minuta. Pasi brumi ka pushuar, do ta marrim prap ta punojmë topin, por së pari do të hedhim 40 gram gjalp. Dhe fillojmë punojmë brumin përsëri me dorë. Do puno brumin 5 deri në 7 minuta, derisa gjalpa dhe brumi të bëhen një. Duhet të duket kështu si në video. Pasi formojmë topin e dëshiruar, do ta kthejmë prapë edhe për 30 minuta të tjerë të pushoj brumi, por mos harroni ta lini në një vend të ngrohtë, që të kemi një brum më të butë dhe më të lehtë për ta punuar. Pas 30 minutash kur brumi të jetë fryrë, nxjerr në tavolinë dhe mundohu ta bësh në formë katrore, rreth 30-40 cm. Në këtë tasë ne kemi hedhur 80 gram sheqer të kaft, 1 lugë gjelle kanellë pluhur dhe shumë pak krip, diku tek 1 majë luge, ose e kemi kapur vetëm me 2 gishta. Lyem petën edhe një herë të fundit me gjalp. Gjalpi nuk duhet të jetë as i shkrirë, por as i ngrirë. Gjalpi duhet të jetë në temperaturë ambiente. Pasi kena përfundu me lyrjen e petës me gjalp, tani vjen pjesa kryesore e cinnamon rolls, që e merr kuptimin vetë fjala cinnamon rolls, dhe do ta spërkatim me mbushjen që kemi përgatitur më parë, por sigurojeni mirë që ta spërkatni mirë nga të gjitha anët, sepse kjo është shija kryesore që jepet shije gjithë kësaj pune. Dal nga dal kemi orkotin e fundit të petës, por së pari duhet ta bëjmë në formë rolle. Por duhet të keni kujdes, siç po shihet edhe në video,
dita ime pak është lëshuar për arsye se ambienti ka qenë pak më shumë se që duhet i ngrohtë. Nëse ambienti juaj është i ngrohtë, por gjithashtu nëse është edhe i ftohtë, të dyat e bëjnë më të vështirë krijimin e rollesë. Duhet të keni kujdes, pra duhet të jetë një ambient mesatar. Diku 19 deri 20 temperatura. Tani ka ardhur pjesa ku duhet ta prejmë rollin dhe për këtë recetë do të na duhen 9 topa dhe çta kemi më të lehtë që të mos e humbasim rendin, mundemi me mat kështu me thik, që në fillim ja bëjmë pak vija dhe pastaj do ta kemi më të lehtë prerjen. Tani do të rendisim në një tepsi. Tepsia duhet të jetë e vogël, diku tek 23 cm, sepse ashtu e kërkojnë përbërësit. Dhe do t'i lëmë edhe një herë të vetmet që të pushojnë për 30 deri në 40 minuta. Dhe si që po shihni edhe në video, cinnamon rolls janë gati dhe kanë ardhur shumë mirë, janë të fishuar mirë. Tani do t'i fusim në furrën e parangrohur në temperaturë 180 gradë që do t'i pjekim diku për 20 deri në 25 minuta. Por duhet ta kontrolloni sepse jo të gjithë shpërndarjet pjekin njëjtë. Dhe tani fillojmë përgatisim kremin i cili gjithashtu jep një shije fantastike. Do të na duhen diku 400 ml qumësht, por në një tas të 200 ml së pari duhet ta përzijmë me një lug gjelle sheqer vanile në ngjyrë kafe, ose përdyshe një paqet sheqer vanile në ngjyrë kafe, dhe gjithashtu do të na duhen 2 lug gjelle me miell niseshte. Tani do t'i hedhim përbërësit që i përgatitëm më parë në një ujë të ngrohur dhe do t'i përzijem dal nga dal. Pasi fillon të formohet kremi, do t'i shtojmë edhe 200 ml tjerë qumësht dhe krejt në fund kur kremi është trashur, do t'i hedhim edhe 40 gram gjalp. Dhe kremin e kemi gati, do ta kalojmë në një enë tjetër dhe do ta fusim në frigorifer për ftohje. Nëse ju duhet pak më shpejt, mund ta fusni në ngrirje dhe do ta kontrolloni kohë pas kohe. Besoj që është e mjaftueshme për 15-20 minuta, do ta keni gati të ftohtë, por nëse nuk e keni për ngut, atëherë mund ta fusni thjesht në frigorifer lart dhe do të ftohet diku për 1 orë ose 2. Do ta kemi gati. Dhe kremi gjithashtu dhe cinnamon rolls janë ftuar dhe i kemi gati për t'i shijuar. Dhe faleminderit që qëndruat deri në fund. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos harroni të lini një like dhe abonohuni për më shumë receta të shijshme. Ju përqafoj fort dhe shihemi në videon tjetër.